Një për djetare ka qenë në ders të një hoqë në të kalumën. Për para të ndërmë vëllezër, ka qenë shumë më rëndësi me marë hadithin për hoqës, sa i ka qenë pjesë e transmetimit, ka qenë pjesë e transmetimit. E ta shti me konë pjesë e zinxhirit ka qenë, punë e madhe konë kjo, punë e madhe. E o dosh ka gja me ngu mirë, edhe me shu kajtë se ti ka hadithi, hoqëja su këthy dhe i hera për. E tani për me plëcu hadithin, qa dosh me po? E dosh me vytë hoqën, shukën tënë. Ama tani kër e ke transmetu, s'ke thonë që ke marrë dhe pjatit madhët. Ta është ke zbit një drejgje me poshtë, përshka këse ke marrë për këti kolegut, e pi kolegut është rënje, nuk është në avancim, në të konë hadith, apër. E kanë qenë duke shu hadith pej alimit, a i ka onë, transmeton filoni, këpi këtina, ka thonë pejgamberi, këta shuj, ka thonë pejgamberi, një në të shkut ju ka thuj lapsi. Apëton, ju ka thuj lapsi. Ka thonë kalemun bi dinar, ka thonë një kalem me dinar është i arit, do në sikur se me thonë e bleni laps për 200 euro për. Ja kanë gjujt njerës lapsat, apëton. Apëton është, 200 euro laps, edhe e ka shku hadithin, ka unë e mora partja u paguja, apëton. Se mos me ik hadithi, se me bu me ti, dhe par në njerë që matin që shtu vlazni, apëton, qysh garam kjo, apëton. Ama a i që dhëtë, kismet, në ders smuta me shku, pa ngëj kismet tjetin ders i shvala, apëton. Këta njerës ka dalë, të si ka vonë kjo, apëton. Apo, ama kësë është animon në zinxhirit e transmetimit, s'mund me konë, kjo mund me konë, apo, në fund dikona, a është pjesë kejta e kështë më ratë. Andaj, kohër më rëndësi, shëzimi kohës më rëndësi shumë, pjesë e garës, ma e që se bëhet vonë kur gjë, kismet inshallah, bota, iku kjo, vitë në arshëm inshallah, a e që shumë, kjo se konit me garua, se garu se shumë shpejt. A ti me kanë garani, a ti me kanë pagarojnë dhe zhjepë. Asim të garu me, po nëse matësh me ata, po mënej të rrugëvës, të gjithi pari je, Ama kur bëjsh me që pagaron me do garu që ata as ujë s'kan pi, veç me mujtë mejtë për para, o problem, problem. Kush ka garu për xhenet? Për xhenet kush ka garu, kush ka garu për xhenet? Njerëz, pejgambert kanë garu, edhe pejgambert kanë garu për xhenet. Po, pejgamberi ka thonë, në xhenet është një vend, la yanbaghi illa li abd. Veç për një rob është. Subhanallahu, vend xhenet veç për njëri është. Al-wasila. Që na, a i ven, ja ka garantu Allah pejgamberit, apo. A është ven veç për pejgamberin gjendë, veç venit tina, apo. Veç për një robë është, apo. Ka thonë, lutën i Allah që më na kur thirë, zonë që ka themi? Allah më rabbe hadhi i davti tame, u sërë të kajme, ati Muhammedinil wasile, jepja Muhammedit wasile, në qatë ven gjenet jepja, apo. E ati Allah e ka jepë, se kalun Allah ven, a bujmë na doa, s'kini bu bëllë, se ka atë ven. Ja, se në Allah pejgamberit shpërlimin në rahmet nevin, normal, mirë po, e ka bujë që, aja ka venin, po garan ju me ma shpërlimin për ven ti që ngrit një ven në ju, a kuptut? Garimin në gjdo qështja,